Një hetim i nisur nga prokuroria e Vlorës për dyshime mbi falsifikimin e dokumenteve dhe tjetërsimin e pronave në zonat e Radhimës, Dukatit dhe Orikumit tashmë ka kaluar në kompetencë të SPAK. Prokuroria e Vlorës ka shpallur mos kompetencën dhe ja ka përcjell dosjen prokurorisë së posaçme, e cila bazuar dhe në kallëzimet e depozituara nga banorët të zonës, ka regjistruar procedimin penal. Burimet bëjnë me dije se krahas dosjes së transferuar, SPAK ka kërkuar nga prokuroria e Vlorës edhe aktet hetimore të administruara gjatë fazës paraprake të hetimit. Në vijim të këtyre veprimeve, SPAK dhe prokuroria e Vlorës kanë ushtruar kontrollin në disa banesa në Vlorë, mes tyre dhe në zyrat e hipotekës së qytetit. Hetimi lidhet me dyshimet se sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore në Orikum, Dukat dhe Radhim janë tjetërsuar përmes dokumenteve të falsifikuara dhe më pas janë regjistruar në hipotekë, duke dëmtuar pronarët që pretendojnë se i kanë përfituar tokat sipas ligjit 7501. Sipas të njëjtave burime, kallëzimet janë depozituar nga një grup banorësh të Orikumit, Radhimës dhe Dukatit, të cilët kanë kërkuar hetim për veprat penale, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe dyshime për veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.